Edhe pse këtu të mërkur u kishin thënë të lironin banesat e tyre, banorët e lagja strehërojnë tek ish gjeologjia në qytetin e Shkodrës kanë vijuar të kundërshtojnë vendimin e gjykatës sipas tyre të njanshëm. Siç shihet edhe në pamje, banorët të zonës së bashku me fëmijët e tyre, por edhe me të afërm që kishin ardhur në mbështetje të tyre, bllokuan hyrjen për në lagjen e banesave të tyre. Ata shprehen se nuk dalin nga banesat e tyre pa i mbytur. Banorët theksojnë se janë në proces legalizimi dhe vazhdojnë të hedhin akuza ndaj Nikolin Kujgjis, duke thënë se po i terrorizon për t'u larguar nga shtëpitë dhe se bën lojra me vendimet e gjykatës. Këto banorë kërkojnë ndihmën e qeverisë. Është e treta herë sot që vjen e na terrorizon për të na nxjerrë nga shtëpiat, do t'ju shemi shtëpiat në një kohë që janë futur që në 2006 në legalizim. Dhe ai lun me vendime gjykate fiktive, me këto gjykata e këtë përgori që është i denoncuar nga gjithë bota. Ju lutem gjitha mediave që t'i japin edhe shtetit shqiptar që të bëjnë diçka për familjet tona. Banesat s'kena kur cilë shojmë se që kena pas, që kena punu gjithë jetën tonë i kemi nërtu këto. Janë shtëpia 2 kaç edhe ato që shien, kemi punu 3 breza për t'i nërtu dhe i kemi blerë dhe nuk kemi zaptus, i kemi blerë. I lutnat qeverisë të vendorën në mëne. Na as kena zaptu, kena hinë si tonë shqiptarë tjerë, kena gjani tu, kena lanë munin e djesën tonë. Sëtë mu që Nikolin Kujgjia, me na gjerë është, aja i fort. Se s'muna mu kapë Nikolin Kujgjia, se ka gurën arën në dorë. Me vakan burë, kishtë arë sëtë këto. Jo me na të rëzu për me na lanë në të nëcënjet të në kohën. Në të stërhu qëjtë, ka i fushim në mene, ne me na qitë në rrugë male. Na, ajtë vinë, pa na mytë ne, na me dalë për këtë nuk dalim. Në këtë zonë të qytetit të Shkodrës banojnë rreth 20 familje të cilët rrinë me frikë dita ditës se kur do t'i nxjerrin nga shtëpitë e tyre, por këto banor janë të bindur dhe të sigurt se nuk do t'i lëshojnë lehtë këto banesa që i kanë ndërtuar me shumë vështirësi gjatë këtyre viteve.